Dashi, shenja e parë e zodiakut, mbart me vete egon e zjarit fillestar, një flak që ndriçon, por që mund të djegë pa mëshirë. Pas energjisë së tij shpërthyese dhe guximit pothuajse të egër, fshihet një territor hijesh që pak kush guxon ta eksplorojë. Në anën e tij të errët, Dashi është një stuhi që nuk njeh prehje. Impulsiviteti i tij kthehet në një thik me dy tehe. Ai reagon përpara se të kuptojë dhe godet përpara se të dëgjojë. Mendja e tij është një fushë betejë ku nevoja për të pohuar veten mbyt çdo përpjekje për ndërmjetësim. Kur ndihet i penguar, Dashi nuk kërkon rrugë alternative. Ai lëshon sulmin si një dash i vërtet, duke thyer jo vetëm pengesat, por edhe marrëdhëniet, besimin dhe ndjeshmërinë e të tjerëve. Flaka e tij e brendshme, kaq jetësore, mund të shndrohet në një arrogancë të egër. Ai është i bindur se e di çfarë është e drejta dhe në përpjekjen për të udhëhequr të tjerët, përfundon duke i sunduar ata. Në vrapimin e tij drejt qëllimit, ai nuk dallon gjithmonë vendosmërinë nga berbëria. Shpesh injoron shenjat, paralajmërimet, madje edhe kufitë e tij, derisa përplaset me realitetin me të njëjtën forcë me të cilën u përpoq ta përkulte atë. Dashi njeh edhe vetminë e të pakuptuarit. Pas kokëfortësisë së tij, fshihet një cenueshmëri që nuk e pranon kurrë. Nevoja për të qenë më i forti, më i shpejti, më i vendosuri, është në fakt një armaturë. Po ta hiqte, do të kishte frikë se mos e shihje ashtu siç është vërtet, një zemër impulsive që digjet më fort nga sa mund të mbajë brenda vetes. Megjithatë, pikërisht në këtë errësirë qëndron e vërteta e tij më e thellë. Dashi nuk luston vetëm me botën, ai lufton me veten. Është një shkëndije përjetshme në kërkim të drejtimit, një zjarr që mund të shkatërrojë ose të ngrohë, në varësi të faktit se sa arrin ta zbusë hovin e tij. Në anët e tij më të errta nuk ka ligësi, por një forcë stërgjyshore që duhet kuptuar për t'u transformuar, sepse Dashi, kur përballet me hijen e tij, nuk bëhet më pak i zjarrt, ai më në fund bëhet dritë.